Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Kur marrëdhënia ime përfundoi, ndjeva një boshllëk që nuk e kisha ndjerë kurrë më parë. Ishte një kombinim emocionesh, lehtësim, zhgënjim, trishtim dhe një farë pasigurie për të ardhmen. Fillimisht nuk e dija ku të kthehesha në mendimet e mia, dhe çdo gjë rreth meje më kujtonte momentet që kisha kaluar me të. Ditët e para pas ndarjes i kalova kryesisht duke qëndruar e vetme në apartamentin tim. Përpiqesha të mos mendoja shumë, por kujtimet shpesh më sulmonin. Shumë herë gjendesha duke parë fotot që kishim bërë bashkë, duke u përpjekur të kuptoja se si diçka kaq e bukur mori fund në këtë mënyrë. Një mbrëmje vendosa të dal për një shëtitje në park. Era e freskët dhe tingujt e natës më ndihmuan të qetësohesha. Ishte era e parë që ndjeva nevojën të flisja me dikë tjetër për ndjenjat e mia, kështu që i shkrova një mikeshe të ngushtë. Ajo më dëgjoi pa gjykuar, më pyeti për emocionet e mia dhe më ndihmoi të kuptoja se ishte normale të ndihesha e lënduar, por kjo nuk do të thoshte se nuk do të mund të isha e lumtur përsëri. Pas disa ditësh, fillova të kthehesha tek rutina ime e përditshme. Puna, librat, shëtitjet e mëngjesit, takimet e vogla me miqt. Ishte e vështirë në fillim, sepse gjithçka më kujtonte marrëdhënien e përfunduar. Por gradualisht fillova të ndihem më e fortë. Fillova të vendos kufi emocional dhe të kuptoj se lumturia ime nuk varej nga dikush tjetër. Një nga momentet më të vështira ishte kur e pash partnerin tim në rrugë një ditë disa javë pas ndarjes. Ishte një ndjesie e çuditshme. Zemra më rikthte shpejt, por nuk kishte më emocionin e të kaluarës. Ishte thjesht një konstatim. Ky kapitull kishte marrë fund. Fillova të ndjej një farë paqeje. Nuk kisha më nevojë të mbaja urrëtie apo të kthehesha pas. Ishte koha që unë të ecja përpara. Në javët që pasuan, vendosa të përqendrohem tek vetja. Fillova të marr kurse, të lexoj libra, gjithmonë gjëra që më kishin tërhequr dhe të krijoj hobi të rinj. Kjo më ndihmoi të ndërtoj një ndjenjë identiteti që nuk varej nga marrëdhënia. Shumë herë ndihesha krenare për mënyrën si po e përballoja situatën dhe për faktin që po merrja kontroll mbi jetën time. Një mbrëmje, ndërsa ula në balkon me një filxhan çaj, mendova për gjithë procesin. Ndjeva një qetësi që nuk e kisha përjetuar prej kohësh. E kuptova që marrëdhënia kishte qenë e bukur për momentin e vet, por ishte gjithmonë e drejtë të ndaheshe kur emocionet dhe pritshmëritë nuk përputheshin. Pas disa muajsh, jeta ime kishte filluar të rifitoj një ritëm normal. Ishte një mëngjes i ftohtë dimri dhe unë kisha vendosur të shkoja për një shëtitje tjetër në park për të qetësuar, duke qenë se ky ishte rituali im. Pa pritmas aty në park, u ndesha me ish partnerin. Ai po ecte drejt meje duke mos e ditur që unë do të isha aty. Fillimisht ndjeva një rrajë zemre si të isha rikthyer në atë moment kur gjithçka ishte e komplikuar dhe e dhimbshme. Ai më vërejti dhe unë dalë, sikur të mos më besonte që po më shihte. Shumë gjëra mu shfaqen menjëherë në mendjen time. Kujtimet, debatet, momentet e qeta që kishim kaluar. Nuk ishte më e njëjta marrëdhënie, nuk ishte pasion apo afeksionin e dikurshëm. Vendosëm të uleshim për të pirë një kafe në një tavolinë afër parkut. Fillimisht folëm për gjërat e zakonshme, puna, miq, qyteti. Por më pas ai pranoi se kishte reflektuar shumë gjatë këtyre muajve dhe më kërkoi të riktheheshim. Duke e parë ashtu të penduar dhe në dritën e reflektimit, pranova që të rikthehem me të për t'i dhënë një shans të dytë dashurisë që unë ndjeja. Vendosëm që atë natë ta kalonim të dy së bashku në hotel, duke porositur për të ngrënë dhe duke marrë shampanjë dhe shishe vere. Pas dehjes përfunduam të dy në shtrat. Nuk po hyj në detajet e aktit, por mendohet se çfarë kaloi. Mora një vendim atë mbrëmje. Duke mos e pasur të sigurt vazhdimin me këtë person, vendosa të merrja një bidon të vogël ujë dhe e mbusha me mbetjet që ai lëshoi gjatë aktit.
Në atë moment unë ndjeva sikur po bëja diçka të jashtëligjshme, por në fund të ditës çdo gjë ishte brenda rregullave. Ishte hera e parë që po ndihesha në gjendje të flisja dhe të mbaja emocionet e mia nën kontroll. Pasi u largova në mëngjes, vazhdova ditën time, shkova në punë dhe pikërisht ajo shishe qëndronte në dhomën time pa dijenin e tij. Kur dolëm pas disa ditësh përsëri për kafe, ndjeva menjëherë një tension. Nuk e di nëse ai kishte kuptuar diçka nga veprimi që unë bëra dhe e pyeta çfarë ke, duket sikur diçka po të shqetëson. U përpoqja të qetësohesha dhe ja bëra pyetjen me shumë sinqeritet. Më pas ai më tha: "Nuk po të kuptoj në çfarë situate ndodhesh, a do që të vazhdojmë bashkë apo jo?" I thash: "Dua të jem e sinqert me ty. Nuk mund të kthehemi pas, nuk mund të jemi më ajo që kemi qenë. Kam vendosur të kujdesem për veten time dhe të ndërtoj jetën time pa presion apo marrëdhënie që më bëjnë të ndihem të palumtur." Ai u shokua duke mos pritur këtë vendim. Filloi të flas ngadalë, por me seriozitet. Nuk e prisja këtë dhe nuk po e kuptoj pse po e bën pas një nate pasioni që kaluam së bashku. "Kam nevojë për hapësirën për të rikthyer kontrollin tim," i thash. U çudit dhe filloi të bëhej më emocional, duke këmbgulur që ne të vazhdonim si më parë. Unë ndjeva shumë e qetë për herë të parë sepse e dija që kisha atë bidon me vete dhe mund ta përdorja kur të doja. "Është e natyrshme të ndihesh kështu, tani nuk ka më kthim pas," i thash. Ai u ul për një moment i heshtur duke menduar. Mund të shikoje ndjenjat e tij që ishin zhgënjim, habi, humbje, por gjithashtu mund të ndjeje se po më kuptonte dhe po pranonte vendimin tim. Patjetër, edhe pse është e vështirë, ndoshta të dy kemi nevojë për hapësirë. Biseda vazhdoi për disa minuta të tjera duke folur për jetën, punën, miqt, gjërat që kishim mësuar nga marrëdhënia jonë. Ishte një bisedë shumë e vështirë, por edhe një bisedë e qetë. Kur u larguam, ndjeva një lloj çlirimi të madh. Nuk kishte më tension të fshet, s'kishte ankth dhe ishte më shumë paqe. Takimi me të nuk solli rikthim të marrëdhënies, por më dha një mundësi për të përfunduar kapitullin me respekt dhe maturi. Ai u largua me një heshtje të thellë dhe unë u ndjeva e fortë, e qetë, e aftë të ndërtoj një jetë që më përkiste vetëm mua. 3 muaj pas këtij takimi ne nuk ishim takuar më dhe nuk ishim folur fare. Por unë bëra eksperimentin tim. Provova të përdorja të gjitha të lëng që kisha hedhur në bidonin e vogël. U konsultova me shumë mjek ginekolog, por ishte e pamundur të realizoja objektivin që doja. Dëshiroja shumë një fëmijë nga ish-partneri im dhe mendova se me këtë mënyrë do ta arrija. Por dola vërtet e dështuar dhe e zhgënjur sepse shkenca nuk e lejonte këtë gjë dhe ignoranca ime kishte arritur deri në këtë farë pike. Me erdhin e veri nga vetja ime dhe vërtet nuk ja fala vetes time për një kohë të gjatë. Kuptova që është më rëndësishme të jesh me këmbë në tot, të jesh e sinqert dhe ta lësh diçka të shkojë kur nuk është rrezku yt.